2 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve lokale, kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit Visar Ademi ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në votime, duke e cilësuar 19 tetorin si ditë kur qytetarët vendosin për të ardhmen e qytetit të tyre. Në një paraqitje publike, Ademi theksoi rëndësinë e votës aktive dhe u bëri thirrje qytetarëve që të mos qëndrojnë pasiv nëse nuk kanë parë përmirësim gjatë periudhës së kaluar. Mesazhi kryesor që në 2 ditë para zgjedhjeve ju duhet ta dini që duhet të dilni të votoni. Në qoftë se dëshirojnë ndryshimin, shpresën e dur, ju qytetarët e Gostivarit duhet dalin të votojnë, sepse dita e diel do përcakton fatin e 4 vjeçarit të Gostivarit. Duket pak si, domethënë si fjalë boshe apo si fjalë e cila përdoret shpesh dhe random nga politikanët tonë, por është e vërtetë që çdo qytetar që është në shtëpi dhe e shef tek lloj preskonference, duhet ta kuptojë që me votën e tij apo saj do përcaktojë një të ardhme e cila do lidhesh ngushtë me zhvillimin e Gostivarit, me çfarë qerdhesh dua, me çfarë shkolle dua, me çfarë ekonomie dua. A duam të kemi akoma probleme me mbeturinat, a dëshirojmë të kemi akoma probleme me qendrën Dacak, a dëshirojmë të kemi akoma probleme me kanalizime dhe ujin e pishëm. Ademi premton me angazhim të plot për të zgjidhur problemet më urgjente të komunës, që sipas tij duhet të fillojnë nga pastrimi i qytetit dhe fshatrave, menaxhimi i qenve Dacak, lufta kundër korrupsionit dhe forcimi i ekonomisë lokale. Dalë si kandidat i pavarur për ta kthyer dinjitetin e kësaj komune që një ditë, që një herë, më herët e ka patur në nivel shumë të lartë në krahasim me qytetet e tjera të Maqedonisë. Do jem kryetari i cili përfaqësoj qytetarët, jo partitë. Do jem kryetari që punon vetëm për Gostivarin ton, jo për përfitimet e disa njerëzve apo të rrethit ngushtë tonin, por do përfaqësoj në zemër qytetarin. Premtimi im i vetëm në këto zgjedhje është që do të punojmë për kushtimin që nga dita e parë për të zgjedhur problemet më të ngutshme të komunës, më të rëndësishme të komunës dhe për t'i hapur rrugën një të ardhme më të mirë për qytetarët tanë. Edhe për të rinjtë tanë që ato mos ikin drejt Gjermanisë, mos ikin drejt Zvicrës, po të rinë këtu, mund të zhvillojnë potencialin e tyre këtu, talentin e tyre këtu, dhe për më tepër të kemi edhe ne njerëz të cilat do na përfaqësojnë me dinjitet jashtë Gostivarit, të rinj të cilat do kenë sipërmarrësi, startupe, kompani, do kenë karrierë me të cilat do mburimi të gjithë ne si qytet. Ai shtoi se do të kërkojë çdo vit vlerësim nga qytetarët për punën e tij dhe nëse nuk merr miratimin e tyre, do t'jap dorëheqje. Çdo vit do ju pyes publikisht nëse sipas jush kanë bërë punën e duhet si kryetar, vend pune të cilën do e fus në referendum gjatë çdo viti dhe vitin e dytë, nëse në referendum ju thonë që Visari s'e ka kënaqur pritshmëritë e asaj që ka premtuar, atëherë unë publikisht ju them që do jap dorëheqje, nuk do i pres zgjedhjet pas 4 viteve. Ashtu si që kam kërkuar vlerësim të performancës të punojësve të komunës, ashtu do kërkoj edhe vlerësim të performancës të punës time si kryetar komunë, edhe thash edhe njëherë që pas 2 viteve shumica e njerëzve thonë që nuk jemi të kënaqur, apo nuk jemi të kënaqur me pritshmërinë që kemi patur ose që i ka thënë Visari, atëherë unë do të rriqem, nuk do pres, sepse kjo është basti, kjo është premtimi publik që e kam thënë gjithmonë, edhe do i rri deri në fund si kryetar i komunës. I pyetur nëse kjo ishte konferenca e tij e fundit për media, Ademi u shpreh bindur se do të ketë rreth të dytë dhe se gara në Gostivar vazhdon deri më 2 nëntor, ndërsa ai do të jetë fituesi i këtyre zgjedhjeve. Kjo është vetëm fillimi i një rrugtimi i gjatë për ne. Dhe po, patjetër, do jemi në raund të dytë dhe do jemi fitues në fund. Kjo është vetëm fillimi i një rrugtimi që na pret neve si ekip për Gostivar më të mirë, për cilësi më të mirë, për standard më të mirë, për të rinjtë më të suksesshëm. Në fund të deklaratës së tij, ai përsëriti mesazhin që siç tha, së bashku ta kthejmë pushtetin në duart e qytetarëve në Gostivar.